26 vjeçari Pukjan Rogers Muslia shpallet kampion bote në kampionatin e federatës WBO përmes një nokauti teknik. Muslia vjen tek titulli kampion bote pas 8 fitoreve radhazi, duke bërë që kombëtarja shqiptare e boksit të triumfojnë ndaj Spanjës në 9 përballje të boksit olimpik. Një mbrëmje mbushur me emocione, teknik dhe spektakël sportiv që sollën suksese të shumta për Kuqezin. Në një paraqitje të jashtëzakonshme, Muslia vendosi emrin në historinë e boksit shqiptar si kampion bote në një moshë fare të re. Nuk kam fjalë për ta përshkruar këtë emocion, është një ëndër që bëhet realitet, tha Muslia pas fitores së madhe. Eventi sportiv që vendosi Shqipërinë në qendër të vëmendjes së boksit botror dëshmoi se boksi shqiptar është në ngritje dhe se talentet e rinj si Rogers Muslia po shpërthejnë në skenat ndërkombëtare.